Unë do të bashkëbisedoj me kandidatin e koalicionit Euroatlantik, Eduard Ndosaj. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit që të kam studio, më lejo që të them që ju jeni një biznesmen, që jeni nga Manatia e Lezhës, por jetoni mes Shqipërisë dhe Italisë, ku përshikoja pak keni marrë dhe vlerësime nga Ministria e Punës në Itali për punën, për bizneset dhe për kontributin tuaj. Ju keni qenë në listën e zgjedhjeve të 23 qershor 2013, keni bërë fushat kryesisht në zonën e Mirditës, u ndat me një zhgënjim në 2015, keni kandiduar në postin e kryebashkiakut të Lezhës për Demokristianët, pra ata keni përfaqësuar, i martuar me 3 fëmijë dhe them dhe njëherë që jetën e keni mes Tiranës, ose më saktë Shqipërisë, Lezhës, jo vetëm Tiranës dhe Italisë. E bëra këtë hyrje jo se ju jeni një figurë që nuk njiheni, ju vetëm këtë dy keni qenë herët, dim dhe kontributin tuaj. Megjithatë, ndoshta edhe për atë votuesin që se di, ndoshta i vlen e gjitha kjo që ne thamë. Pyetja ime e parë është, ju kandidoni në siglën e koalicionit Euroatlantik, pse kjo zgjedhje? Do të korrigjoj datën, kam kandiduar për Bashkinë e Lezhës në 2019. Po, pas 2015 ju kandiduat, pastaj të kjo, po. Zgjidhja ishte e detyrueshme për këtë vend, sepse as nuk mund të kthehemi mrapa në historinë e Gërdecit apo historinë e luftës civile në 97-ës, dhe as mund të pranojmë kohën aktuale që qeveria 12 vjeçare pretendon akoma që të fitojë zgjedhjet vetëm me një pasaport europian dhe s'ka asnjë alternativë, sepse nëse ofroi ujë të pijshëm 2013-ën, e ofroi edhe në 2017-ën, e ofroi ujë të pijshëm edhe në 2021-ën, por tani thotë shqiptarëve do t'u japi pasaport të shkoni pini ujë në Europë apo shkoni lahuni në Europë, sepse uji s'ka akoma një pjesë e mirë e shqiptarëve ose qarku Lezhë. 70% e fshatrës kanë ujë të pijshëm në shtëpi. Janë akoma me pusi, janë akoma me mesjet, si po ta llogarisish. Pra, jemi në 2025 dhe akoma premtimet janë rrugë, drita, ujë. Dhe kjo është e pafalshme, dhe koalicioni Euroatlantik është është vetmja shpresë që kanë shqiptarët, që me 11 maj të dalim nga 2 forcat politike, tashmë që në këto 33 vite e kanë maj peng Shqipërinë dhe sot pretendohet që ne duhet shkojmë në Europë me një pasaport europiane. Ne jetojmë në Europë sepse na kanë detyruar të shkojmë atje. Unë jetoj që 30 vite në Itali dhe në këto 12 vite. E keni nisë nga Greqia fillimisht emigracionit. 92 nga Greqia. Pastaj në Itali ku keni patur një histori suksesi. Tani jetoj në Itali përfundimisht dhe familja jeton atje dhe e shoh të pamundur me kushtet aktuale që një biznesmen që ka arrit një sukses, s'po them në majat, po të jesh i integruar në pikat më të larta të biznesit italian, sot mos të ketë një shpresë që të vihet bëj biznes në Shqipëri, po si dhe familjen që të jetojmë. Nëse do të jesh pjesë e parlamentit dhe unë ta uroj këtë, do të kthehesh në Shqipëri? Unë edhe rradhën tjetër që isha deputeti i Republikës Shqipërisë, unë jetën e kam bërë midis Milanos dhe Shqipërisë, sepse biles i diçka që e bën vetë veçantë, isha deputeti që s'kam munguar asnjëherë në parlamentin e Shqipërisë edhe pse jetoj në Milano, saqë të tjerë bëshin nga 6 muaj mungesa edhe pse jetoshin në Tiranë. Pra, kjo është një detyrë që atëherë që mu dha një mundësi e jashtëzakonshme, falë edhe votave të qytetarëve të qarkut Lezhë, sepse pa votat e tyre s'do kisha dalë deputet, falë edhe dekriminalizimit që pati një sukses të jashtëzakonshëm për të arritë këtë ditë që sot të paprekshmit që janë më të paprekshëm, janë fshehur nëpër ferra një pjesë e mirë e bandave, ose politikanë që tani janë para drejtësisë dhe një pjesë e mirë e tyre janë në burg. Pra fal një ligj të tillë që e votua me 140 deputet, unë u bëra edhe deputet, dhe Shqipëria tani nuk ka më të paprekshëm sepse po dridhen, se saqë Berisha thot, po erdhëm pushtet do shkris pakun, sepse e din se qa do të thot drejtësi, se dhe ditën e që u formu spaku, Berisha se ka pyet kur drejtësin, apo Rama që thot, po fituam bindshëm, do të ndërtojmë një ligj që të marrim nën kontroll drejtësin, dhe kjo është ajo që i tremin të 2 forca politike drejtësisë. Ne mbështesim spakun, ne kemi një program të jashtëzakonshëm për drejtësinë, sepse një deputet nuk mund të jetë i pa barabartë me qytetarin, as duhet të ketë imunitet që t'i marrim lejë parlamentit, ta arrestojmë apo jo, sepse siç ndodhi Ahmete zëvendës kryeministi u largua sepse e mori vesh se do shkojnë në parlament, t'i kërkojnë lejë parlamentit.
Më lejo, zëndë të pyes për një gjë shumë konkrete. Luftë e madhe po bëhet për votën e diasporës, e shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë atje. A jeni ju një pikë e fortë në suksesin tuaj në këtë? Pra, do t'ju votojnë shqiptarët e Italisë dhe jo vetëm? Unë shpresoj që shqiptarët jo të Italisë, po diaspora. Unë e nisa nga Italia, fillimisht. Diaspora, po unë po nis nga Italia. Unë kam pas një marrëdhënie pune në këto 25 vite biznes, që janë shumë, që kanë punuar të biznesi jonë mbi 30.000 shqiptarë. Si? Bashkëpunëtor. 30.000 shqiptarë, ju keni statistikat që... Si biznes, flasë. Kuptoj, po që keni patur kontakt. Kontakt. Dhe jam plotësisht i bindur se këto qytetarë do të mendojnë dy herë, sepse duke qenë se në listat e koalicionit Euroatlantik ne kemi 60% të kandidatëve i kemi emigrantë. Sidomos në Qarkun Lezhë, për shembull, jemi 3 emigrant. Një është nga Milano që jam vetë, si kandidat. Kemi një emigrant nga Greqia që është një ekonomist i jashtëzakonshëm, zotja Sanda Prangaj, dhe kemi një emigrant nga New Yorku që është Preldeta, ju keni pas edhe në studio këtu mos u gabosha, zotja Preldeta që vjen nga një biznes në New York. Pra, ato duhet përfaqësohen nga këto emigrant diaspora. Ato duhet të shohin detyrë morale, sepse nëse ne sot jetojmë në emigracion, dhe një pjesë e mirë në tyre janë detyruar të largohen për shumë motive që kjo i pushtet apo tjetër si ja ka ofruar në vendin e tyre, siç është arsimi, që është një pikë kyçe. Ne ishim në një fshat të Mirditës Mram, në Rajt e Zezë, ku janë mbi 60 familje, por s'kanë shkollë. Ishte shkolla e mbyllur. Ishte kthyer shkolla në një stan baktis, dhe kjo është e tmerrshme. Nuk kanë shëndetësinë që fëmijëve apo familjeve nuk u ofrohet më, se e premtuam shëndetësinë falas në 2013, por sot falas ti gjen vetëm vdekjen nëpër Spitalin e Shqipërisë, sepse unë kam pas vetë me qindra qytetarë që në këto vite kanë ardhur që kërkojnë ndihmë në Itali për shëndetësinë, që këtu se janë. Apo sigurinë, sepse ne shohim qyteti i Lezhë është një ndër qytetet më të rrezikshme të Shqipërisë, ku atentatet nuk kalon javë që ne s'kemi një vrasje, s'kemi një dhunë. A ndjehet në terren sot që ju po punoni kjo lloj trysnie? Është jo e rrezikshme. Ne kur e trajtojmë ekspertët, e shohim si një qark problematik. S'është sekret, sikurse ka dhe qarqe të tjera, të cilat janë problem, është Elbasani e të tjerë, Shkodra. Po duke qenë ju vetë në terren çdo ditë, ndjehet kjo lloj trysnie, ka një lloj trysnie sa i takon, pra mënyra se si funksionon, të bërit fushat, kandidatët, si ndjehesh në terren? Atëherë, duke qenë se siç është Lezhë, gati është gjithë Shqipëria, sepse kriminaliteti është në rang kombëtar, që ka marrë frerat e ekonomisë dhe të pushtetit dhe të sigurisë. Po nuk është ashtu Tirana, për shembull, ose Korça, janë disa qarqe që e bëjnë diferencën. Që janë të friksuar qytetarët, është pa diskutuar, sepse ne detyrohemi të takojmë në takime individuale, se thotë s'kam dëshirë të shohim me ty. Pra po funksiononi me grupe të vogla në takime. Po, kjo është të tmerrshme që të mendoje një qytetar që është i lirë në demokraci dhe thoje Eduard, lutem, hajde më tako fshaj Horezi, se duhet bisedoj me ty për programin, për ideet, për gjithçka që mendojnë ato, por thotë nuk mund dalë se më shohin me ty, se më hekin nanën nga puna, më kërcënojnë, më shemin shtëpijat, u vend gjoba, u kanë vu gjoba marrëmendse. Një qytetar që i kanë vu 50 milion lek gjob, gjoja për ndërtim pa leje, ai po ndërton të një kat një shtëpi që kushton 25.000 euro, kosto maksimale, po i kanë vu 50 milion lek gjob. Dhe kjo është një ndër tmerrët që ndërton pushteti, se kërcënimi janë këto, bande janë këto njerëz, sepse s'mund të jesh një institucion që ti vepron mbaz ligjit. Duke kërcënuar me bukën e gojës, duke kërcënuar me ndërtesën, duke kërcënuar me pronën, duke kërcënuar me shumë gjëra të tjera. Pra qyteti i Lezhës ka pas këtë trysni në çdo fushat, por edhe sot ekziston. Dhe ajo që këtë rradhë bën ndryshëm fakt këtë fushat është sepse shohim me pak rrëmuj, siç kanë qenë fushatat të tjera, dhe shpresojmë që SPAK që ka zbarkuar tani në qytetet e ndryshme,
ti marri fare në dorë të këtyre njerëzve që sot dalin në treg duke bler vota, sepse i bindur dhe informacionet, por s'kemi ato provat e duar dhe unë kërkoj që në vijen një provë, unë patjetër se do të bëj publike, që qoftë Partia Demokratike e Qarkur Terz, qoftë Partia Socialiste, po blenë vota. Po blenë vota? Absolutisht, sepse njerëzit na thonë sa ofroni ju, sepse ne na ofrojnë kaq. Dhe është një treg vota qytetarëve, është kthyer si një plazh vota e qytetarëve, që është e drejtë kushtetuesit që ta japit lirë aty ku mendon se duhet jetë lirë. Dhe kjo është katastrofa e zgjedhjeve në këto 33 vite, se është kthyer vota si një plazh, jo si një drejtë kushtetuese për fëmijët e tyre, për të ardhmen e familjes, për të ardhmen e një vendi dhe për të ardhmen e demokracisë. Dhe s'kemi rotacione, duke qenë se blehet vota, duke qenë se dhunohet qytetari, duke qenë se kërcënohet qytetari, s'mund të ketë as rotacion. Dhe kjo është që data 11, qytetarët të ndërgjegjësohen, që të ndërtojmë një rotacion, siç që bëmë në 2013. Pavarësisht se në atë kohë hika nga shiu dhe përfundova mbreshër. Por është e nevojshme rotacioni, është e nevojshme që një pushtet s'mund jetojë më tepër se 4 vite nëse s'funksionon në një demokraci të bërishë që ka Shqipëria. E mendon vetë se shqiptarët pavarësisht kësaj situate ndikohen, janë të kapur deri në atë mënyrë sa të detyrohen të japin votën, apo do të, pra, sipas këtij presioni, apo do të qëndrojnë në kuptimin që nëse ju keni lidhje tuaja, nëse ju i bini, nëse kanë arsye për të votuar, pa diskutim, atje kur shkojnë te kutia e votimit, nuk do të jetë më kjo klima, e kanë ata në dorë. Unë paktën dua ta besoj këtë, nuk e di. Se, po dua ta besoj që kështu duhet jetë. Shqiptarët janë ndarë në 2 kategori. Se pranoj do të punën e nënshtrimit, kapjes... Një pjesë e mirë e shqiptarëve janë ndarë në 2 kategori dhe shpresoj që të jenë pakicë, në fakt. Që një pjesë e japin votën, si që thash, për tifozlek dhe një pjesë e kanë ndërtu pjesën e votës si plaçk dhe jo si një të ardhmër për fëmijët e tyre. Por në shumë takime që kam me qytetarë, sepse ne po i takojmë takime individuale dhe grupime që ne po bëjmë takime të ndryshme, na shprehen edhe në një farë mënyrë duke më bën dhe të reflektojmë fakt, duke më thënë se Eduard, ne kemi dëshirë të votojmë sepse këto karakteristike, i ndershëm, punëtor, vjen nga një familje fisnikësh, por jam me PD-n. Tishe ke PD, do të japi aty. Tishe të PSE, thot tjetër të japi. Dhe kjo është ndërtu një diçka e pa imagjinueshme, sepse shqiptarët e kanë kthyer në sport politikin, jo në një diçka shumë serioze, se politika është shumë serioze për vendin. E kanë kthyer sikur po bëjnë tifozlek një ndeshje futbolli. Pra, ti ishe me Milanin apo ti ishe me Juven. Ishte të më kollaj. Ishte të më lehtë. Pra, kjo është diçka që shqiptarët duhet të shkputin kësaj, sepse ti mund të kesh një ideal personal, sepse unë njoh shumë, duke qenë se në Itali kam 30 vite që jetoj, unë njoh shumë njerëz që janë me bindje të theksuara majtas që kanë votu qeverinë Berlusconi, sepse kishin një program social më të mirë, apo djathtas që kanë votu majtas. Dhe ka funksionu rotacioni në këtë vend, sepse për këtë arsye kanë demokraci, për këtë arsye kanë një zhvillim ekonomik të jashtëzakonshëm, sepse njerëzit lexojnë programin dhe shohin individin. Kush e prezanton këtë program? Se mund ta prezantoj për shembull programin Gjinxhoni në Lezhë të Partisë Demokratike. Po është larguar nga drejtësia për i korruptuar si gjykatës. Dhe duke qenë se ishte korruptuar atje, mendon se s'do ta bëhet njëjtën histori këtu. Jam i bindur se po, sepse ajo nuk është një diçka që shuhet, siç e ka thënë dhe Ulsimania. Rrai një herë, tha rrai 2 herë, më të kthehet në karakter, tha, dhe këta e kanë përvojë personale, duke mashtruar. Pra, ne kemi individ që e kanë demonstruar, e ka thënë në live. E ka thënë këtë? Po. E kene në rrjetet sociale. Nuk është e vura në diskutim, po nuk e kam hasur. Dhe këta njerëz që e përdorin edhe si zënat të pjesën e rrenës apo pjesën e korrupsionit, çdo lloj programi që të prezantojnë këto, për mendimin tim si qytetar, se po dalë edhe nga ana qytetarit, unë s'do i votoja kurrë. Pse duhet ju votojnë ju? Arsyet janë të shumta, por unë do përmend 2 nga këta. Se kemi një emigrant që ndërton një sukses dhe ka një histori suksesi që iku me një gomonë dhe kthehet
në një investitor s'po e përdor këtë frazën strategjik këtu, se këtu është e rrezikshme, po atje... Je këtu në Shqipëri investitor strategjik? Ka marrë nga këto para të shtetit? S'ka marrit qofte... Mos e thuaj Jo, kam bërë punime në Shqipëri, po i kam bërë me lekë mia duke ofruar shqiptarë, se kam ndërtuar edhe rrugë për qytetarët e zonës time. E kuptoj. Po me parat e mia, sepse investitor personal. Se ta shpjegojmë, ta sqarojmë këtu, po. Meqense ka ca para që i marrin individët e caktuar si investitor strategjik. Siç ishte për shembull një rrugë që kemi bërë për varrezat e një fshati që quhet fshati Gry, ku i ndjeri Aleksnika vdiq në demonstratë dhe ishte varros në një vend ku s'kishte rrugë që të shkonte e ama për ta parë, dhe unë kam ndërtuar me lekë mia këtë rrugë, janë rreth 2 kilometra rrugë, që është ndërtuar totalisht me shpenzimet e mia personale, sepse unë Leksin e kisha shumë mik, sepse kemi marrë shkollën bashkë, ushtrin bashkë, në emigracion bashkë, dhe kemi kaluar një jetë të jashtëzakonshme bashkë, dhe e ndjeja detyrë morale, sepse i jatim tha, ju Eduard të rreni shumë, tha, më përziju me Edi Ramën, dhe detyrova ta bëj jo për rrenën që kishte bërë Rama, por për pjesën e nënës tij që ishte nevojshme që ajo ta shihte duke shkuar për rrugë, jo për ferrat. Dhe po flisë tani arsyet. Modeli i një njeriu që mendon me forcat e veta, po. Dhe ja del me forcat e veta. Modeli i një njeriu që unë hyra në parlament si biznesmen, por dola të paktën deputeti me i pa përlyeri, dhe paktën në emrin SPAK s'm ka shkuar, dhe pse isha pjesë e majorancës dhe deputeti i majorancës, dhe isha një zë më i fuqishëm se opozita në ato 2 vite gjys kundër qeverisë që unë isha deputet, por është e drejt e një deputeti që t'i kërkoj llogari qeverisë tij për premtimet që t'i ke dhënë në fushatën për ta mbështetur. Karakteri një familje, që vjen nga një familje e ndeshme dhe fisnike. Dhe këto janë karakteret pa diskutime. Dhe kjo është karakteri një deputeti, ndeshmëria, zotësia dhe prejardhja. Dhe kjo janë 3 pika që mendoj se një deputet duhet votohet edhe për këto pika. Masanë është programi jonë, që është një program ambicioz. Është një forcë politike që ka zgjedhur me të vërtet qytetar të ndershëm në listat të situr pak nga pjesa e drejtësisë, që s'ka asnjë përfshirje në rangje kriminale, në rangje korrupsioni. Pra kjo është një ndër pikat kyçe që qytetarët duhet ta marrin për bazë votën që t'i japin koalicionit Euroatlantik dhe numrit 4, pavarësisht rrethave apo çështjeve. Por kjo, për çakun e Lezhë, unë mendoj se duke u krahasuar me 2 kundërshtarët mirë, që është Orsi Ulsi Manja, apo Gjek Makaj, ministri drejtësisë, që s'kemi pas drejtësi në këto 12 vite, dhe kjo është të tmerrshme, se ta kemi kandidat në Lezhë. Pa llogaritur që ai s'është as qytetari i këtij qyteti, pa llogaritur se është reciklim i sjellur nga Dibra, që Dibra sot se pranon. Dhe kjo është një ndër pikat kyçe. Apo Gjek Makaj, një individ që i quajti të gjithë demokratët kur pati një sulm barbar ndaj zyrës Partisë Demokratike dhe u sulmua Partia Demokratike si në kohën e Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, Ballaban Pasha kur sulmoi Krujin, sulmoi Partinë Demokratike Sali Berisha me njerëz dhe i quajti Taliban. Erdhën Talibanët dhe na sulmuan demokratët Taliban. Pra një individ që të jep këtë impresion, është vështirë që një demokrat ta votojë. Dhe kjo është ajo që ne na faktorizon dhe ne na ka dhënë shumë pikë, dhe jemi me të vërtet në rrugën e duhur në Qarkun e Lezhës, dhe ne do të dalim me 2 deputet në Qarkun e Lezhës. Ashtu? 2 deputet i keni projeksionet brendshme, pra si koalicioni Euro-Atlantik, pra me 2 deputet. Kapelen e ke rikthyer, po shikoja pak pas se nuk dua që këtë bisedë ta leo kështu, sepse sigurisht janë disa tipologji që ju kanë karakterizuar. Ne ju mbajmë mend me kryeministrin në Itali, fjalët e tij, pastaj profilin tuaj me Kapele dhe rrugtimi tashmë që është një tjetër model, po që unë shikoj nuk e di, vetëm Kapelen ke rikthyer dhe pse? Kapele është një pakën ka mbet një simboli imi personal, dhe kjo është diçka që s'na ndan asgjë nga Kapele. Por rikthimi me të vërtetë është më ndryshe se në fushatën tjetër, sepse ne sot kemi ndruar edhe pak edhe fizikisht përveç se Kapelës. Po, sa që kur keni qenë në këtë studio
para 2 ose 3 muajve, unë thoja, është i njëjti apo s'është i njëjti, mos kam gabuar ose mos më kanë gënjur. Sepse edhe ndodhin këto gjëra, jo deri këtu, po ideja e tjetërsimit ishte totalisht. Ju po e bëni fushatën i vetëm, apo zoti Basha, se nuk është një njeri që shquhet për atë fushatën tipike që bret cep më cep, si keni të ndara, si keni të ndarë punën? Pa tjetër se në fushatën po bëjmë... Individualisht? Paktën në grupin që ne jemi 7 deputet të gjithë bashkë, jemi një skuadër perfekte dhe një skuadër që me të vërtet po funksionon më së miri skuadra jonë. Po bëjmë një punë shkëlqyer, jemi në terren, kemi një pritje të jashtëzakonshme nga qytetarët, sepse po të shohësh takimet që na janë ofruar nëpër fshatra të ndryshëm, kemi më të vërtet një larmi, sepse na vjen socialist, demokrat, demokristian, dhe sa i përket zotit Basha, edhe ai është në fushat, që po bën në fushat, do jetë edhe në Mirdit me datën 1 maj, në darkë, do jemi në orën 6 të darkës, do jemi në qytetin e Rrëshenit, ku do bëjmë një takim. Grupet vogla, apo do t'jetë disi më ndryshme? Do jetë një meeting që do të prezentohemi në Mirdit, do prezentohemi edhe në Lezhë, do prezentohemi edhe në Kurbin. Qarku i Lezhës është qark i madh, po ju ku i keni pikat më të forta? Votat e kujt zonave synoni aty? Më përmendë Mirditën, nuk e di, Kurbinin, do shta e kam gabim, po ju... Absolutisht, si qak... Unë besoj synoni dhe gjithë qarkun, po ka 2-3 zona që si vota emigrantëve, do shta janë edhe më të lexueshme, nëse i ndajnë dot. Në zgjedhjet e 2021 që unë isha dhe kandidat për deputet, e kisha të suksesin tim të vogël, mos u gabosha shifre 2600 vota që e morëm gjithë qarkun, po i ka marrë nga gjitha qytetet e qarkut Lezhë, pra s'mund t'i ndaj se ku kemi vota me pak a më shumë. Po ju jeni biznesmen, a i keni menduar me këtë kod, se sa mund t'jetë plus minus afërsisht, asin si ta thotë saksisht këtë, se sa vota ju duhet për të dalë deputet, dhe nëse nuk dilni deputet, do të rhiqeni përfundimisht, apo? Jo, sepse politika, unë politikën se kam marrë kursi një kors 100 metrësh, kjo është një maraton politike. Unë mendoj se kam që t'i ofroj politikës shqiptare, paktën asa do të kem forcën që ta përballoj qoftë fizikisht, po qoftë edhe ekonomikisht, sepse ne politikën po bëjmë totalisht me shpenzimet tona, sepse në të paktën takset e shqiptarëve nuk i kemi shpërdoruar në asnjë fushat në këto 12 vite që po bëj fushat elektorale në Shqipëri. Sigurisht që shpresoj që qytetarët, si që thash, se po t'ishim në Itali, në një garë të tillë, ne do të dilshim 7-0 në Lezhë, në fakt. Pse? Duke pas një qeveri që ka majtë pushtetin 15 vjetë, Partia Demokratike, dhe ka pas jo sukses, po janë katastrofë më të mëdha që i kanë ndodhur nga 92-shi deri në 2013, apo një qeveri që sot e ka bërë më keq të mundshëm se Berisha në këto 12 vite. Pra po të ishim në garë në Itali me këto 2 forca politike, ne do të dilshim 7-0 në qarkun e Lezhës, e pa diskutuar, sepse qytetarët që mendojnë për familjen e tij, mendojnë për sistemin e arsimit, shëndetësisë gjitha, mendoj se në Europë kjo s'ndodh që të votohesh kur rren 3 herë, ose kur jem pushtet 3 herë dhe ti s'ke bën asgjë për vendin, apo ky tjetër që është 82 vjeç dhe mendon se është shpresa shqiptarëve dhe ky është non grata nga Shteti Bashkuar me non grata nga Britania e Madhe që janë aleatët më strategjik tonë. Dhe të kemi kryeministë të tillë, do të thotë se të kemi një kryeminist që është i padëshëruar për vendet më strategjike të shqiptarëve. Dhe kjo do ishte fitoria që ne do ta kishim bindshëm. Po shpresoj që të ndërgjegjësohen, sepse 33 vite janë shumë. Kjo është një ndër tranzicionet më gjata që mund të ketë kaluar një popull kaq i vogël dhe kaq i varfër. Kam parë takimet tuaja, edhe këto që shfaqen këtu janë vetëm një pjesë pa diskutim, se ju jeni shumë aktiv në rrjetet sociale, në kohë reale ato janë të gjitha të zbardhura. Madje ju thatë me grupet vogla, sepse nuk e di se çfarë keni në konsiderat, si një individ me karrierë politike dhe me disa betejë, po e parë kështu, ka edhe grupe më të vogla se sa këto që i bëni ju. Megjithatë, kjo varet se sa ju doni ta maksimizoni se si i shihni dhe çfarë trysnie dhe tensioni ka në terren. Kush ju këshillon? Apo si grup, që thatë pak më herët, ju po punoni
për të maksimizuar votat. Apo jeni vetë në vijën e parë të gjithë modelit të fushatës, qoftë nga kurimi estetik deri tek takimet e tek rrjetet sociale? Duke qenë se një pjesë kam edhe dëshirë të kurimit, se mbaj edhe pak pikturë, dhe kjo pjesë e kurimit është pjesë e artit, por kam edhe një djalë shumë të mirë, që është djali tezës Eral Gjoka, që është pjesa kryesore e stafit, dhe duhet ta falenderoj këtu publikisht, sepse po punon gati 20 orë në ditë për arritur edhe këto takime, se janë shumë vështirë, sepse ne s'kemi patronazhist, dhe s'kemi administratën që në arrën dispozicion. Ato që vinë me në ataku janë totalisht qytetarë të lirë dhe që marrin vesh në për rrjetet sociale, se ne kemi takim, sonte për shembull kemi takimin në Spitën, në orën 8 darkës, pra jam i bindur se do të vinë shumë njerëz për qenë kurioz për ditë se kush jemi dhe ç'a ofrojmë. Dhe kjo është ajo që na ka karakterizuar, pra si njëra forcë politike, si tjetra e kanë takimet i kanë gjatë të grumbulluar, sepse administrata njëri, administrata tjerë, dhe kjo është dhe patronazhistët. Pra kjo është një lodhje e jashtëzakonshme për ne, por që e bëjmë me shumë pasion dhe mendojmë se kemi që t'i ofrojmë qytetarit, mendojmë se kemi një program të jashtëzakonshëm, mendojmë se qytetarët do të na votojnë dhe jam totalisht i bindur, siç e thash më parë, se në Qakun Lezhë ne do të dalim me 2 deputet. Po luftojmë për dytën sepse një është e padiskutuar se e marrim. Është interesante, pastaj nuk e di si do të me këtë do të qeverisë, si do të jetë prezenca në parlament, ose kujt do t'i thonet jo kur, ose se mund të ndodhi që mund të jetë ky konfigurimi që partitë për shembull të kenë nevojë për çështje numrash që të bashkëpunojnë me deputetë të caktuar. Bashën e kemi parë që ka këtë feeling me rrjetet sociale me Edi Ramën, por nuk e di nëse ju e keni të qartë. Unë jam plotësisht i bindur se programi jonë është pika kyçe që kush do të bashkëpunojë me ne dhe i përshtat programin tonë është i mirë pritur. Dhe kjo është pa diskutuar. Pra, thelbi i një qeverisje është programi. Dhe ne mendojmë, dhe unë kam plotësisht besim se ne do të jemi shtet formuesit e datës 12 maj. Dhe jam plotësisht i bindur se zotin Basha do kemi kryeministër. Për këtë duhen statistika, megjithatë, të shohim në këtë garë të... Nuk është çudi sepse kemi pas kryeministër Ilir Metën, kemi pas kryeministër Pandeli Majkon, kemi pas që janë çuditëra këta, po ti marrësh tani në konceptin kemi pas kryeministër Edi Ramën, që është kjo një çudi e radhës. Pra, po ta marrësh tani Edi Ramën dhe ne kemi kryeministër që dele thotë shkoli shihni fotot mia. A është vërtet që ka strukturat Partisë Demokratike që ju ndjekin, që e ndjekin zoti Basha? Absolutisht po. I kanë marrë një pjesë të mirë Partisë Demokratike? Absolutisht po. Berishës? Absolutisht po. A janë ato një pjesë se bëjnë në mënyrë si që bëjnë shqiptarët, edhe një pjesë janë në haptas. Po, pra, janë pjesë e padukshme dhe pak janë në mënyrë demonstrative. E shohin sepse ka 2 probleme, zoti Berisha. Problemin e parë është se nuk mund të jetë kur kryeministri i Shqipërisë me ato që i ka bërë Shqipërisë dhe ato që e kanë dënuar tashmë dhe është edhe para drejtësisht, si pa ndehur kjo zotëria, një që ka bërë dhe 11 muaj burg, sepse ti je rreshpjet në përbot, quhesh i burgosur, pavarësisht moshës e gjitha. Dhe ki mund ta quajë sulm politik, po historia nuk e quajnë sulm politik një që i ka bërë dëmet maja e Shqipërisë, luftë civile, 97-a, Gërdeci, janë shumë 21 janari, janë shumë faktorë që e përmbledhin se mund ta quajë sulm politik. Dhe faktori i dytë që zoti Berisha s'mund të jetë kryeministri i Shqipërisë, mosha tani ai po dele thot pa çavure e ka kaluar dhe historinë që mund t'i ofrojë diçka Shqipërisë dhe mosha është diçka që s'mund ta ndalish. Dhe patjetër se dhe kjo është një në pikat kyçe që zoti Berisha nuk shifet më sikur shpresdhënësi i demokratëve. Megjithatë çështja e moshës, ndoshta bota na ka treguar që ka përcehet, po gjithsesi pastaj është në objektivin tuaj. Mos mund të marrim shembull Joe Biden tani sepse do ishte katastrofike të shohim një kryeminist Joe Biden në Shqipëri. E kemi një çmendur, po kemi edhe një Unë po e mbyll bisedën këtu për shkak minutave. Besoj do të kem sërish dhe kur të ftoj të turoj edhe për fitoren, kështu që duroj me zemër njërë suksese dhe besoj të t'jemi sërish në studio. Shumë faleminderit. Unë të mbarë po ashtu.